Kam nostalgji për goglat kush i ma men. Ua ishtin petlën njerëzve dhe në mes dvapës. Po nuk kam nostalgji kur na gjunin ke goglat, që dhimte në shpirt, ose ajo loja tjetër idiote kur tristin dhe manin gishtin dhe ti ktheje kokën. Ose kur dilin me datë 2 prill, dilin për të lujt, se ishe dita islave dhe vinin të mufat në shtëpi. Ose kur qashim ke dora ose ke koma dhe vinin 5-6 veta dhe të urinonin. Pavarësisht se ne nuk ishim shumë lodra, në atë kohë ne sajonim shumë lojra. Klasikja ka qenë rrethi telit, kush e ma men? Një tel i kthyer në formën e jës, me dorez lartë, që e përthyje, rrethi mund t'ishte hekuri me dhëmza brenda, gome, ose kush nuk ishte përdorte rrath e sobës. Nise kush ishte ekspert, e niste nga veni, bonte palosje, dhe kur arrinte tek dyqani bukës, bonda të kapjen elegante pa e pa fare. Po ke dyqani bukës mund shkoj edhe me kaporton biciklete. Ose me gomë makine. E parkoj e rëzmuj dhe për ty ishte makinë. Më kujtohet një shoku im i fëmiris, kishte fiksi makinën ziz, mbante një shkop, që kishte edhe timon dhe manivel, se zizat nuk nishe që pa manivel. Para se shkonde me ble buk, i fuste manivelin, e ndiste, mbyllte derën, bus qeshte, afroje tek ne dhe i binte dhe Boris. Kam nostalgji për karrocat me kuzhinjeta. Karrocat me kuzhinjeta ishin artë më vete. Problemi ishte ai bulloni që i bashkonte timonin me trupin se mund të hynte zi se ku po të rëzoheshe. Karrocat i zbukuroni me parapeta elastiku nga mbrapa, u vinim tapa birash që shërbenin si tasat e makinës, te trupi poshtë i ngulnim një tap boje që hapej dhe mbanim goshdët, nga krau tjetër ngule njëri stel dhe përdoje për frenadore. I vinim dhe sedile me shini mrapa, dhe karroca shtyej nga 3-4 vetat ku të ngelin durët e njerëzve, arritëm fantazia, arriti deri në atë pikë ku i sajum një bosht që rinte në ajër me 2 kuzhinjeta për të zbrit trotuarët që mos hynin boshti mrapa. Dhe kush ta ndalte mend dishez, pipi, papaluli, papaluli. Unë nuk e di, në qoftë se në ndonjë vend të botës është lujt me kopaca. Po them që ne kemi qenë mjeshtra në atë kohë. Kopacat i vidhnim nga paltot e prindërve ose nga paltot e gocave të klasës kur i varnin tek muri i klasës. Duhet ishe mjeshtër, sepse nuk duhet lije dyshime, filloj dhe ishe pejon avash avash me gjilpër dhe e lije ditë mbas dite që të krijoj idenë që po binte komça. Kopacat më të mirë kishin paltot e burrave ishin 3 lekë, 6 lekë, të zi, hinc ose kaf. Kurse paltot e grave kishin kopaca tavël, anglez, sum kapuç. Loja ishte gjeometri në vete. Një trekonç ku veshin komçat sa defet ishin më të preferumet, një segment, gjuhë e kopaci, kush e afroi më tepër dhe fillonte loja. I pari, i dyti, i treti. Qëllimi ishte të nxirnin komçat nga trekonçi ose të pasi kopacin e tjetrit. Secili ka pas kopacin e vet dorës. Unë kam pas një kaf me damar dhe e gjunin secili kishte mënyrën e vet. Sa gjunin kështu? Sa gjunin? Po nuk duhet ta luaje dorën dhe llogarisje distancën dhe lartësinë e dorës dhe ishe preciz dhe pasje 4 deri në 5 metra. Ishte mrekullia vet. Kam nostalgji, kush i ma men shkronjat e bukpeshkut, ku shkruaj bulmet ose ëmbëltore, që i mushtim me kausha. I bonim ato fletat e fletoreve, i fustim të i tubi plastike dhe i mushtim gjitha ato. Ose ke rruga Durrësit kam pas qenë ca pemë që kishin kokra, mushtim gojën me ato kokra me ca tubat vegjël gjyqi. Llastiqet e plumçit, që po të gjujqet njelte e shenja e plumçit, këtu dhe të përcëllonin, llastiqet me krap kupçe. Kush i ma men ato pistoletat prej teli që kishin atë grepin dhe i mbushnin me lëkura portokalli, ting, ting, ting. Ose lurim më thjesht, lëkurën e portokallit, e merrim dhe ashtrytim tjetrin sy. Kam nostalgji për shumë gjërat asaj kohe. Ditë them vetëm që kishim shumë fantazi dhe nuk kemi si fëmijët e sotëm, nuk kishim si fëmijët e sotëm që rrinë gjithë ditën para kompjuterit dhe nuk lozin më. Kush i ma men kanoqet me karbit, hape një grop, mbushe me ujë, hidhe karbit, loj shumë e rrezikshme, hidhe karbit i brenda, veje kanoqet me një brim, bukose i mirë nga gjitha krahët dhe i afroje një leck
me flak dhe kanoqe që shkonte 20 metra larg. Kam nostalgji dhe për lojrat e gocave, kush i ma men lojrat e gocave, po kujtojmë sa luaj militar. Luajnë vajzat militar nga tipa letitar. Ose kam pas to lojrat këto kështu me durët treshe kaçe. Ose këto ences bibi, shap, policia vjen vërdat, se kapë dy trata. Ta në Italia, rotë Shqipëria. Lojrat kuman, toparasash. Lojrat me peta, posta bizi. Lojrat me cingla, që ishte si bejsbolli amerikan. E shumë lojra që ne nuk kemi kohë t'i kujtojmë gjitha sot. Po, vërtet unë kam nostalgji dhe për shokët e mi të fëmiris, ku merrim kazajnë e plerave, dhe ja venim komshiu të katipar skiq, këtë dera shpis, dhe i binim deres dhe i kur hapte derën i binin gjithë plerat mrena. Ose kur vinte në një ri në lagje, unë gjiste të shkalla dhe ne që i thonim, o gjatë që të lutem, biri pak ziles se nuk arrit dot. A i që i binte ziles dhe ne që i thoshin, mathja gjaja se të kapën. Kam nostalgji edhe për plakën time, kur dilte në katë katër të pengjera banjës dhe më thoshte, Gendi shko bli një kavanon salc, dhe unë i thosha, futi lekët mrena dhe hidhe se e pres. Ajo e shketa e hidhe dhe unë bëja se kur flise me në i shok, dhe binte kavanozi dhe unë merja lekët e puthja dhe shkoja bleja okullore me shokët. Do kem nostalgji për ju që më keni dhuruar duar trokitje gjatë gjithë jave. Se si i thonë asaj fjallës, dashuria e parë nuk harrohet. Ju falinderit, natë e mirë.